Në epilog të luftës së parë botërore, fuqitë aleate fituese u bashkuan në punimet e konferencës së paqes në Paris, më 18 janar 1919. Shqipëria dërgoi në Paris një përfaqësi nga qeveria e Durrësit, më në krye shefin e ekzekutivit, Turhan Pashën. Në këtë are ndërkombëtare në zemër të kontinentit të vjetër, në mbrojtje të drejtave të kombit shqiptar, ishte edhe vetmja veprimtare grua me të drejta të plota në konferencë, Parashevi Qiriazi. E para e këtij lloji për nga formati i pjesëmarrësve dhe çështjet e ngutshme që prisnin zgjidhje, Konferenca e Paqes së Parisit pati si synim parësor vendosjen e një rregulli të ri botror për të parandaluar një konflikt të radhës. Konferenca që zgjati deri më 21 janar 1920 shërbeu si shtys për vizitën e parë në Europë të presidentit amerikan Wilson, i cili shpalosi një program prej 14 pikash që vinin theksin të parimi i vetëvendosjes së kombeve. Krahas delegacionit zyrtar, Shqipëria u përfaqësua në konferencë edhe nga kolonitë shqiptare jashtë atë dheut. Në përfundim të punimeve nuk pati një zgjidhje përfundimtare për çështjen shqiptare, që do të rrimerrej në konferencën e ambasadorëve në vitin 1921, ku konfirmua suvereniteti i Shqipërisë në kufijtë e vitit 1913.